Me që jemi në një atmosferë kualifikimesh, Çekia është kualifikuar për në kampionatin evropian, edhe ne u kualifikuam parmbrëm. Mund t'ju them vetëm se ato pamje që u pan një vit më parë në stadiumin e Beogradit dhe gjitha ajo dhunë masive që shpërtheu kundër kombëtarës son atje, i përkasin një të shkuare që nuk kthehet më, dhe një vit më pas ne jemi në kushte tërësisht tjera, pasi kemi ofruar një mikpritje të shkëlqyer skuadrës së Serbisë, dhe megjithse kemi humbur ndeshjen, ngushëllojmë me faktin që ata do na shikojnë në televizor kur ne të shkojmë në Francë në finale. E falenderoj shumë kryeministrin edhe për mbështetjen e Çekisë për antarësimin e Kosovës në UNESCO. Ne besojmë shumë që ky është një hap i duhur dhe është mbështetja e duhur për të fuqizuar stabilitetin, për të fuqizuar ndërveprimin, dhe mbi të gjitha ne besojmë shumë që kjo i bën mirë edhe Serbisë, pavarësisht se disa gjëra në Ballkan ne i kuptojmë me vonesë, dhe në këtë rast Serbia do ta kuptojë me kalimin e kohës që kjo është një mirë edhe për Serbinë. Faleminderit shumë edhe një herë, jemi shumë mirënjohës dhe kemi shumë dëshirë të mësojmë nga eksperiencat tuaja më të mira, ashtu si kundër jemi gati t'ju japim eksperiencat tona më të mira, se nga që jeni përfshirë shumë me Bashkimin Evropian, është e rëndësishme që mos ta harroni se ku ishit dhe ne mund t'ja u kujtojmë.